Përdoreni trëndafilin e egër në këtë mënyrë për të parandaluar reumatizmin, artritin dhe zemrën. Në vendin tonë, rastet e personave që vuajnë nga reumatizma janë në rritje duke u prekur edhe mosha nën 30 vjeç. Shkak kryesor është stili i keq i jetesës dhe kequshqyerja. Reumatizma është një sëmundje që ka të bëjë me dëmtimin e kyçeve në trup, të cilën në çdo lëvizje të trupit shkaktojnë edhe dhimbje. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mjekët deklarojnë se një regjim i dobët ushqimor dhe mungesa aktivitetit fizik janë dy faktorë kryesorë që sjellin problemet me kyçen. Shumë studime të mirënjohura mjekësore të cilave u referohemi kanë dalë në përfundimin se përdorimi i trëndafilit të egër në formën e pluhurit ose pudrës redukton me 90% rastet e dhimbjeve nga reumatizma. Trëndafili i egër konsiderohet si një nga bimët medicinale më të mira për sa i përket lehtësimit të dhimbjeve të reumatizmës duke ndikuar në shëndetin e kockave dhe forcimin e tyre. Pluhuri i trëndafilit të egër përgatitet në doza standarde të cilat mund të merren gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti. Pluhurin e trëndafilit të egër mund ta gjeni në farmaci si suplement, në dyqane organike ose mund ta përgatisni edhe vetë. Mjafton që të keni një sasi të konsiderueshme të trëndafilit të egër, të cilët duhet ta keni në gjendje të thatë. Shtypini ato fort në një havan guri dhe më pas i kaloni në një si të kuzhine për të përfituar pluhurin. Sasia, sipas të dhënave, rekomandohet nga pluhuri i trëndafilit të egër të mos jetë më shumë se 5 gram në ditë. Rekomandohet që të përdoret për 1 deri në 3 muaj dhe të konsumohet e tretur në një gotë me ujë ose direkt duke gëlltitur. Megjithatë, përdorimi i trëndafilit të egër pluhur për reumatizmin si dhe doza e tij nuk duhet të merret pa u konsultuar më parë me mjekun. Por çfarë tregojnë studimet? Nga një eksperiment i zhvilluar në Britaninë e Madhe nga Instituti për Kërkime Shkencore ndaj Sëmundjeve Reumatizmale, ka rezultuar se personat me osteoporozë 3 javë pas përdorimit të suplementeve të trëndafilit të egër patën një përmirësim të dukshëm në reduktimin e inflamacionit të kyçeve dhe dhimbjeve të tyre. Bazuar në këto rezultate, ekspertët rekomandojnë përdorimin e suplementeve të trëndafilit të egër pluhur për personat që vuajnë nga artriti për një periudhë 1 deri në 3 mujore. Trëndafili i egër është një nga bimët që rritet në shkure dhe vlerat e tij në lehtësimin e komplikacioneve janë gjithashtu të pallogaritshme. Në mjekësinë popullore, pjesët që ndihmojnë në lehtësimin e komplikacioneve janë gjithashtu frutat, që përfitohen pas tarjes së luleve. Frutat e trëndafilit të egër ndihmojnë mjaft mirë në lehtësimin e disa komplikacioneve më të prapura. Në ndihmë u ka dhënë edhe personave që vuajnë nga anemia. Për rritjen e numrit të rruzave të kuqe të gjakut dhe të hemoglobinës, mjekët këshillojnë që të konsumohet 2 herë në ditë nga një gotë me çaj e përfituar nga frutat e coptëzuara të bimës. Për përgatitjen e çajit nevojiten 7 kokra të coptëzuara mirë të frutit, të cilat hidhen në një enë me ujë dhe lihen të zihen për 10 minuta. Më pas, ajo ëmbëlsohet dhe pihet çdo ditë para buke. Rezultate të mira do t'i japë kjo bimë edhe kundër problemeve të ndryshme inflamatore, sidomos ato të shkaktuara nga ftohja ose pirja e duhanit. Shpesh dëmtimet e mushkërive shoqërohen gjithashtu edhe me shfaqjen e kollës, por përdorimi i recetave të ndryshme me trëndafilin e egër mund të japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Trëndafili i egër është një bimë që mund t'i japë shumë përfitime. Mënyra se si e përdorni trëndafilin e egër është edhe në formën e çajit. Çaji duhet të pihet disa herë në ditë në lehtësimin e plotë të gjendjes suaj. Kur kolla të mos ketë lënë gjurmë, ai do të ketë dhënë rezultate të duhura. Si çdo bimë tjetër, trëndafili i egër është një qetësues i shkëlqyer i organizmit dhe dhimbjeve dhe fryrjeve të barkut, gjithashtu edhe gjatë ftohjes, duke dhënë rezultate të shumë pritura në lehtësimin e komplikacioneve. Mjekët këshillojnë 2 gota nga çaji në ditë para buke dhe kështu do të merrni lehtësimin e duhur të gjendjes suaj. Edhe për qetësimin e dhimbjeve të kokës me prejardhje nervore, ky çaj do të jap efekte të menjëhershme te njerëzit të cilët do vuajnë gjithashtu nga depresioni. Këshillohet të pihet çaj i përfituar nga
lehtësimi i kokrave të trëndafilit të egër që mund t'jap gjithashtu edhe rezultatet e shumë pritura. Edhe për qetësimin e dhimbjeve të kokës me prejardhje nervore, ky çaj do t'jap rezultatet e duhura. Jo vetëm frutat e bimës, por edhe vaji që nxirret prej saj do t'jap rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Rezultatet të shkëlqyera jepën qetësimin e tëmteve dhe në lehtësimin gjithashtu edhe problemeve të ndryshme. 6 deri në 7 pika të vajit hidhen në një gjysmë gote me ujë dhe pihen çdo mëngjes. Vaji këshillohet të përdoret edhe në qetësimin e dhimbjeve tek femrat. Shumë i rëndësishëm është vaji i bimës për lehtësimin e problemeve të ndryshme që shkaktojnë edhe komplikacione. Në përmbajtje të vajit, ekzistojnë substanca që mundësojnë gjithashtu edhe mpiksjen e gjakut dhe ndalojnë edhe hemorragjit. Në këtë rast, lyerja e problemeve tuaja të paktën 3 herë në ditë është shumë e rëndësishme që ju të arrini të keni rezultate të duhura lehtësuese. Trëndafili i egër ose rosa canina, siç quhet në latinisht, dhe e njohur në disa zona të ndryshme të vendit me emrin kaça, është një bimë që mund të gjendet kudo ku ka shkure me një përhapje të gjerë në të gjithë vendin tonë. Duke u nisur nga pesha, trëndafili i egër përmban rreth 40 deri në 50% të vitaminës C më shumë se portokalli krahasuar me peshën e tij. Përgatitja e një doze lëngu përdoret edhe si tonik. Në sajt të përmbajtjes anti-inflamatore, kjo bimë ndihmon gjithashtu në parandalimin e rrullave dhe në plakjen e parakoshme. Lyeni pambukun me lëng magjik dhe më pas kalojeni atë në fytyrë. Impakti është një ndjenjë këndshme dhe e freskët. Kjo bimë mund të lulëzojë vetëm një herë në vit në muajin qershor. Frutat e saj janë vërtet të mira dhe gjithashtu do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Trëndafili i egër është një bimë që mund t'japë rezultate të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e problemeve. Kështu përdorimi i tij në receta të ndryshme ditore mund të jetë një përbërje fantastike në mbrojtjen e shëndetit. Trëndafili i egër është një bimë shumë e mirë që mund të ndihmojë në rritjen e sistemit imunitar. Trëndafili, fruti i tij, është i mbushur me vitaminën C, një nga përqindjet më të larta më shumë se çdo frut tjetër. Kjo bimë ka efekte që mbështesin sistemin imunitar, ndihmojnë trupin në luftën kundër ftohjes, gripit dhe infeksioneve të tjera. Konsumi i rregullt i trëndafilit mund të mbajë fort të mbrojtur imunitetin, veçanërisht gjatë muajve të ftohtë. Gjithashtu ai përmirëson edhe shëndetin e lëkurës. Të pasur me antioksidant, vitaminën C dhe E, rodopsin dhe elementë të tjera, ato promovojnë shëndetin e lëkurës dhe mbajnë atë të shkëlqyer. Ato ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit, përshpejtojnë shërimin e plagëve dhe mbrojnë nga dëmet të shkaktuara nga rrezet ultraviolet dhe ndotja. Shumë produkte të kujdesit të lëkurës përdorin vajin e trëndafilit për vetitë e tij kundër plakjes, pasi ndihmon në minimizimin e shfaqjes së linjave të holla, rrullave dhe hiperpigmentimeve. Trëndafili i egër mbështet edhe shëndetin e kyçeve. Trëndafili i egër tregon se zvogëlon inflamacionin duke bërë atë të dobishëm për njerëzit me artrit dhe dhimbje të kyçeve. Studimet sugjerojnë se ekstraktet e trëndafilit mund të lehtësojnë dhimbjet dhe ngurtësimin, duke përmirësuar lëvizshmërinë për ata që vuajnë nga osteoartriti. Vetit anti-inflamatore të trëndafilit i bëjnë ato receta natyrale të shkëlqyera për problemet që lidhen me kyçet. Promovojnë gjithashtu edhe shëndetin tretës. Trëndafili i egër është i pasur me fibra dietike të cilat ndihmojnë në tretjen dhe promovojnë një zorë të shëndetshme. Konsumi i çajit të trëndafilit të egër ose suplementeve të tij mund të ndihmojë në lehtësimin e kapsllëkut, zvogëlimin e fryrjeve dhe përmirësimin e funksioneve të përgjithshme të tretjes. Vetit natyrore diuretike të bimës gjithashtu mbështesin trupin dhe eliminojnë toksinat dhe reduktojnë mbajtjen e ujit. Trëndafili i egër është një bimë që mund të përmirësojë ndjeshëm shëndetin kardiovaskular, të ndihmojë në menaxhimin e peshës, të mbajë larg inflamacionet, të mbështesë veshkat dhe gjithashtu të ndihmojë kundër problemeve të ankthit. Përdorimi i tij duhet të bëhet gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar gjithashtu gabimet në përdorim. Vëmendje:
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.